Tani tek lajmet e sportit të Arsenali, po e rrezikon Milanin në Kosovë. Përfaqësuesit e skuadrës angleze janë gati të marrin njërin nga 5 talentet kosovar që ditë më parë përzgjodhi giganti italian. Kjo krahas edhe dy voglueshve të tjerë që tashmë janë gati për shkollën e Arsenalit. Një video e si kjo, ja pa hajrin ky voglush. Gjerimin e rastisit ta shoh trajneri anglez Cameron Moya, që në Kosovë po e udhëheq rrjetin e shkollave që janë urlidhse me akademinë e ekipit anglez Arsenal. Por Moya e ka ndarë dhe futbollistin nga Presheva në gjatë Halimin. Tekniku planifikon që këta dy të dërgojnë në Angli për testime. Këta dy fëmijë kanë shumë potencial, gjithashtu janë shumë të talentuar. Shpresoj që udhimi në Angli do t'ju jap mundësi atyre që të ecin para. Yll Myrdezani, 9 vjeç, që adhuron fanellën e Barcelonës, thot Arsenali i përshtatet. Arsenali pëlqen që është një klub i madh, është i fortë, luan mirë. E në gjati përpos që përngjan me idhullin e tij Andrej Arshavin, tregon edhe pse pëlqen atë. Dhe me majt topin mirë, është lojtari kompletum, dhe me shutu e ka shutin, ka driblimin, për këtë mua më pëlqen. Përfaqësuesi për Kosovë i rrjetit të shkollave të futbollit të Arsenalit, Bardhyl Sogojeva, thotë se së shpejti do të bëj publik emrin e futbollistit të tretë që do të udhtojë për në Angli. E ky sipas tij është njëri nga 5 të përzgjedhurit e gigantit italian Milan gjatë kampit të juniorëve.